Nëse je me qira në Angli, dëgjo këtë para se të vi një letër nga pronari. Sepse shumë qiramarrës në Angli nuk e dinë që ligji ka ndryshuar, edhe pse ende disa pronar po sillen sipas rregullave të vjetra. Po të them diçka shumë të rëndësishme. Tani më, pronari nuk mund të të nxjerrë nga shtëpia vetëm sepse ai do. Kjo është arsyeja pse duhet i dish të drejtat e tua tani, përpara se të jetë shumë vonë. Nga rregullat e reja, një nga ndryshimet kryesore është heqja e Section 21. Tani, pronari për t'ju hequr nga shtëpia duhet të ndjekë një procedurë specifike, si dhe të vërtetojë që ju keni shumë qira pa paguar ose ai do të shes shtëpinë. Do me thënë, nuk mund të heq nga shtëpia krejt papritur, se kshu i erdhën punët. Pika tjetër që duhet të dish është kjo. Nuk do të ketë më qira fikse, por periodike. Që do të thotë, qiraja nuk lidhet më vetëm me një afat fiks, por vazhdon automatikisht, zakonisht muaj pas muaji. Dhe nëse ti nuk je i kënaqur apo për çfarë do arsye do të heqësh dorë, mjafton të plotësohen afatet e duhura të njoftimit dhe nuk do të ketë penalitete për ty. Dhe po, edhe tarifa e qiras është një çështje e madhe. Pronari nuk mund të rrisë qiran sa herë të dojë gjatë vitit. Ai do të mundet të rrisë qiran vetëm një herë në vit dhe kjo rritje duhet të jetë në përputhje me vlerën e tregut. Nëse ju mendoni se nuk është, do të keni të drejtë ta apeloni këtë gjë në gjykatën e shkallës parë. Problemi është ky, shumë qiramarrës jetojnë në frikë, ndoshta në një shtëpi as pak komode me shumë probleme, vetëm sepse janë në një kontratë një vjeçare apo 6 mujore. Por duhet të dini që me rregullat e reja ju keni mundësi të largoheni nga ajo kontratë. Faleminderit që na ndiqni miq, shihemi së shpejti.